Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, theksoi se mesatarja e notës nga provimi i maturës në sezonën e qershorit është 3.66, duke përfshirë të 3 llojet e maturës. Janevska në një konferencë për media bashkë me drejtoreshen e Qendrës Shtetërore të Provimeve, Daniela Mihajlovska, kanë publikuar rezultatet përfundimtare pas shqyrtimit të gjitha ankesave të paraqitura. Janevska njoftoi se mesatarja e notës për maturën shtetërore është 3.62, për maturën profesionale 3.91, ndërsa për maturën artistike 3.59. Ministria po ashtu deklaroi se është e kënaqur me mesataren. Këtë vit, për herë të parë, provimi u zhvillua sipas konceptit të ri, i cili përcaktoi 3 lloje të maturës shtetërore, profesionale dhe artistike. Me këtë, të gjithë nxënësit u testuan për materialin që realisht e kanë mësuar gjatë 4 viteve në arsim të mesëm. Jam e kënaqur që për 2 vite me radhë mbahet pothuajse e njëjta mesatare. Më shumë se 14.500 nxënës, të cilët përfunduan arsimin e mesëm në vitin shkollor 2025-2026, u regjistruan për t'ju nënshtruar provimeve ekstern të maturës në sezonin e qershorit. Nxënësit dhanë provimin e detyrueshëm të gjuhës amtare dhe një lëndë tjetër. Testimet u zhvilluan më 6 qershor dhe më 11 ose 12 qershor.